Do mja fillu iluminona. Për fundit të listës, Visar Zani me numër 60, mendoj që do të më ushqu për guximin që e ka, edhe që ka shku në LDK, edhe mendoj që është një djalë me provoj, që e një sidomos çështjet që lidhen me dialogun, edhe çështjet evropiane, dhe mendoj që ndoshta pej njerëzve të parë brenda listës LDK-s që e meriton votën nga elektorati i LDK-s, është padyshim Visar Zani me numër 60. Pastaj po kthehena prapë te fillimi, unë kam fillu pi treshit të LDK-ja për shkak se di kush është lider në LDK. Halo, nuk e di tash, është Vjosa, është Lumiri. Po megjithatë kam fillu prej Kujtim Shalës, akademikut Shala, mendoj që duhet me qenë pjesë e parlamentit, pa fije dyshimi që Luta duhet me qenë pjesë e parlamentit të Kosovës, Lutfi Aziri, mendoj që gjithmonë çfarë do funksione që ka pas e ka kry tamam me nder, edhe me integritet, edhe në komunë, edhe në asociacion komunave, edhe në parlament, edhe në ministri, edhe kudo që ka qenë. Mendoj që po, edhe Ukër Rrugovaj duhet parlamentit të Kosovës, jo vetëm pse vjen prej familjes të Ibrahim Rrugovës, prej presidentit historik të Kosovës, po mendoj që ka çka jep parlamentit të Kosovës Ukër Rrugova dhe duhet me u votu si Ukër Rrugova për atë çka ky përfaqëson, jo vetëm për shkak të familjes. Jeta Statovcin, unë mendoj që për shkak të guximit që jeta ka pas me dalë me Vjosën në LDK, mendoj që meriton me u mbështet nga elektorati i LDK-s për shkak se po të kish najt ndoshta me vetvendosjen ose me guxon anënaj, mundësitë e saj për në deputet i kishin pas me cilë më të mëdha, po ka vendos me ardh tek ne, kështu që besoj që meriton. Ish kryeministri Abdullah Hoti dhe ish ministër, mendoj që padyshim është një personalitet i veçantë i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe meriton me qenë pjesë e parlamentit, deputetja më aktive e parlamentit Kosovës, jo vetëm e LDK-s, po e këtë parlamentit, është Hikmete Bajrami dhe mendoj që LDK-ja pa Hikmete Bajramin në parlament mundet me met kogja e shurdhër në aspektin e argumenteve. Besjan Mustafa, po ashtu mendoj që profesionist i mirë, ka tregu që din me menaxhu edhe në ministri, po din me dhënë kontribut edhe në parlament. Armen Zemi në një prej ku kam punu shoqëni civile, edhe e di që ka qenë një deputet dhe vazhdon me qenë një deputet që vazhdimisht në Komisionin e Ligjeve ka dhënë kontribut tepër të madh dhe meriton me qenë pjesë e parlamentit, edhe Ermal Sadiku mendoj që me patjetër kam një arsye të fortë pse Ermal Sadikun e kam shtin listë për shkak se Ermal Sadiku gjithmonë ka shkruajt, ka tregu për secilin aktivitet që ka pasur në parlament, komision, që ka qenë agenda, që ka u diskutu gjithmonë, ka raportu, pro e ka pas një farë mënyrë të veçantë të transparencës edhe llogaridhënies që e ka lidh vetë me qytetarët e Kosovës pa dallim partive politike. Që nga i mirë edhe për sekretariat. Po, jo, faleminderit shumë. Visar Zani e ka përmend nga fillimi.